edhe Tropojës, edhe të Elbasanit e Tiranës, të mos flasim për të Kosovës me qenë prezent këtu, por nana shqiptare dhe mësusja shqiptare, punojnë heshtje dhe rujti pragun e shtëpisë me dignitet, me trimëri dhe guxim edhe më shumë se mashkujt. Edhe më shumë se mashkujt. Qua Muhamedu Ruri, jam regjimtar nga Shqipëria, shumë që ka të ideshta të flasë për mësuset, i mori mësusja Sala, por ndolla për një shkak tjetër, ti përkujtoj në të mësusa që si kemi më në këtë qenë përjetor, me pjetetin më të madhë për punën që kanë bërë, dhe që në bërë për ta që jenu, me krenojnë në to. Por, deshta që këtë diqka, që asë në liber, asë në fjallë të tjera nuk i gjefa, për i kam gjithë dragin. Duhet të falënderoj mësuesit për diçka që nuk kanë bërë. Duke përkthyer për traumatizuarit e Kosovës para luftës, gjatë luftës dhe pas luftës, kam nejtë mjek, me psikolog, me neurolog, me kirurg, që nuk kanë shqyrë vetëm si pacient, por si njerëz. Shpeshem kanë thënë, mos më përkthejt, çka po flet. Lejle ta kryej atë mendim, po du të ndëgjatë gjatë qetë njeriut që ka kaluar para dramë dhe nuk ka urrejtje. Unë nuk vi të gjenë asë liber suedisht që një njeri që ka luqat asë të mere edhe të flet me gjuhën e njeriut dhe nuk asë në fjallë urrejtje. Për keq bërësët, unë përullem para tyne, para prindve tyne, para mësuseve tyne. Për këtë deshte të falenderoj për mësuset që nuk e këtë mësu të urrej njeriun, por të do njeriu. Për këtë e shprehim falenderim për kujtim për që kemi për respekt dhe pjetetit të më thejë. Dhe ne me gjimtar të jenë në zasë të ujtë. Në falenderim. Do në kusha marrë fjallën? Nëse nuk pa tjetër të marrë fjallën, e ka qenë Zaiqi, autori i librit. Të ndëruar veteranë të arsimit, veteran, arsimdar, peshamir të arsimit, unë s'kam përgatit diçka të thamë. Ashtë arsye se duket për mua është të tepër thamë tashma së këtë gjithë të gjallë që thamë, por dëshiroj të thamë vetëm këtë se prezenca juj, pjesëmarrja juj në këtë promovim, është një nderi madhë që është banë veteranëve të arsimit, mësuesve tonë të arsimit, është një nderim për kontributin që ato e kanë dhënë në momentet jo të vështira, në kohët më të vështira, sidomos në Drenicë, po dhe mbi se tjera të Kosovës, në atë kohën kur Drenicës ende i vinte era barot. Pse mësuesit e Drenicës ashtu e kanë titulluar libri, edhe pse nuk janë të vizitar mësuesit e Drenicës. Kemi nga Prishtinë, Elbasani, nga Gjakova, Prizreni, e viset të tjera. Por, jam përcaktuar të ti emërtoj me këtë emër, nga arsyeja se shumica e këtyre mësuesve që patën fatin të punojnë në Drenicë, e fillun karrierën e vetë në Drenicë, pa marrë parasysh për nga ishin ato. E fillun karrierën e tyre në kushtet shumë të vështira. Me kushtet ku në klasët e tyne kishte ma shumë zanë si e tima se sa në zanë që ishin me prindë. Me klasët e tyne ku ma shumë zanë kishte me barktat e zashër e zdeshët e me zgjeba me epidemit e ndryshme, se sa në zanës normal. Dhe këto mësuese, ka shim punës e tyre edukative arsimore, u shëndru në nanë, u shëndru në humanitarë, u shëndru në mjekë, u shëndru në gjithë shka, për ta lecu jetën e nxënësve në Drenicë. Zhvillum aktivitet në atë kohë ku Drenicë ende ishte flaka e luftës. Zhvillohi lufta. Prandaj i kom konsideruar që mësuesit të Drenicës me një respekt veçantë, sepse ato i kontribuan mbajtjes gjallë, mbijetesës
se arsimit dhe shkollës në Drenicë, që përse dhe në visë tjera natyrisht. Prandaj, edhe njëre dëshiroj që falendroj që për pjesëmarrje, në veçantisht në këtë rastin, të falendrohem recenzentëve të librit, të cilët me angazhim edhe pa përtesë me ndihmuan si në aspektin profesional dhe në të gjitha aspektet tjera që unë sa të shpëtë kushtet e mija, mundësit e mija, dalë me një libër para jush, që natyrisht është një përpjekje modeste, një guri vogël në themelin e kalas për ndriqimin e asaj faze të rëndësishme të zhvillimit të arsimit dhe të kulturës në përgjithësi, kulturës tonë kombëtare, e në veçanti të arsimit dhe të kulturës në Drenicë. Prandaj edhe një herë ju përshëndes dhe ju falendrej për pjesëmarrjen.